cenuar. Është të cenu me siguria. Në momentin kur ti e ke shkel, të më thonë nuk respektohet kushtetuta si akti ma i lartë juridik i vendit, çdo gjë në këtë vend është të cenueshme. E mbi gjitha është të cenueshme siguria kombëtare. Sot, larg asaj ndodh, edhe kemi një akt sulmi në Kosovë, kush mblidhet kush ka kompetenca me mbledh me marrë vendime. Ushtrosja e detyrës presidentit. Cili? Albulena. Jo, ajo është deputete e Kuvendit Republikës. Nas kemi ushtrues detyrët presidentit sot. Dhe më vjen shumë keq nga erdhët në këtë përfundim, pra juridikisht. Më fal. Sepse nuk është zgjedhur kryetari i ri i Kuvendit tënd. Po prandaj po të them, nuk është zgjedhur kryetari i ri, por ka dhënë betimin si deputete ajo zoja. Sigur ajo, mos e kish dhënë betimin si deputete, nashta e këshëm qu edhe në gjykatë kushtetuese dhe e këshëm interpretu në herë, a ka drejt, a s'ka drejt. Por në momentin që ajo ka dhënë betimin, është betu si deputete e Kuvendit Republikës Kosovës, jena në rolet e barabarta si unë si ajo. Thjesht ajo ka uzurpu rolin ose zyrën e presidencës këtë rast dhe nuk ka asnjë drejt ta ushtroj atë funksion. Prandaj edhe ne po i bëjmë thirrje Avni Dehani këtë rast si më i moshuari në Kuvendin e Republikës Kosovës, e që nga mosha ligjet e kushtetuta e përcakton që ai duhet ta organizoj seancën konstituive, i bëjmë thirrje që ta ftoj seancën konstituive, të zgjedhim organet drejtuese dhe pastaj i kemi gjërat e qarta se ku drejton. Dhe në rast të Albulena Haxhiut, qatë sa ka kompetenca, Albulena Haxhiu me ligje me kushtetut kam kompetenca dhe unë. Vetëm se Albulena Haxhiu ka uzurpu një institucion dhe po e ushtron funksionin e saj jashtëligjshëm. Dhe po do t'i bëj për një çështje, zonja Musliu, pra e ka bërë qartë edhe Albin Kurti, nëse s'kemi një marrëveshje për presidentin, ka të mblidhemi në kuvend. Pse nuk i kontribuon PDK-ja kësaj çështje, pra çështjes për presidentin? Sepse ju jeni deklaruar kryetarës që ju do të qëndroni në opozitë, s'keni interes që të bashkëpunoni për bashkëqeverisje. Partia Demokratike është deklaruar që është parti opozitare në këtë mandat dhe konform rregullave demokratike është duke luajtur rolin e vet. Partia Demokratike e Kosovës nuk ka asnjë obligim ndaj Albin Kurtit as ndaj kërkujt tjetër që të shkojë dhe ta zgjedh presidentin.